Kosova, pikërisht Kosova, është ndoshta rasti më tipik i ekspozum ndaj luftës hibride nga Rusia dhe Serbia. Qëllimi është me deformu faktet, me humbë besueshmërinë të mediat kredibile në vendin target, në këtë rast Kosovë, do thotë. A menon ti që është e zmadhume ky rreziku prej Rusisë? A është shumë rrezik Kosova edhe audienca e Kosovës, e cila është totalisht antiruse, pro-evropiane? Nuk është e zmadhume, jeta. Pse s'është? Nuk është e zmadhume rreziku nga dezinformimi. Visarja përmendi një detaj, tha kemi redaksi me 3 antarë. Që aja nuk është redaksi. Nuk mund të funksionoj për portale, apo nuk e di, aja nuk është. Ata e në funksion të diçkaj tjetër. Dhe ata janë absorbues të asaj informate që vjen nga Rusia. Me apo pa vedije nuk ka fare rëndësi. Efekti është ai, do të thotë, sepse ti me 3 vet nuk ki as politikë redaktuese, edhe nëse ki politikë redaktuese, editoriale, do të thotë, nuk mundesh me zbatu, sepse thjesht çfarë mund të bëjnë 3 vet brenda 24 ore. Do të thotë, këta janë absorbuesit, do të thotë. Tash në çfarë forme paguhen, nuk paguhen, janë dishëm, pa dishëm, me vetdije, pa vetdije, kjo është temë tjetër. Por, desha të them edhe diçka. Disa autorë, njohur ndërkombëtar, thonë që Kosova, pikërisht Kosova, është ndoshta rasti më tipik i ekspozum ndaj luftës hibride nga Rusia dhe Serbia. Se Kosova për shembull, është Timothy Schneider, ka një libër që i kushtohet, është specialist për luftën hibride ruse, është amerikan, e ka librin The Road of Unfreedom, ose rruga e zhbërjes së lirisë, këtu e kisha përkthy, ose mos lirisë. Mënyrë të habitshme përputhet koncepti i tij me atë çfarë ndodh në Kosovë. Ta zëm thotë, caku është dezinformata. Çdo gjë fillon me dezinformatën. Do thotë me informatën e manipuluar ruse. E dyta, cila qëllimi, është të humbet besimi në fakte. Çka do të thonë? Nëse ti ke 150 media, ke kakofoni të madhe të mediave, edhe thjesht synimi është me relativizu informatin profesionale, të sakt, të verifikume. Me relativizu përmes këtyre mediave që i përmendin disa. E që Timothy Schneider thotë sakt Kosova është në shënjestër. Po, Kosova, absolutisht, po, thotë. Nuk e përmend Kosovën, unë gabova, nuk e përmend ai Kosovën, por autor tjerë thonë që Kosova është një nga rastet mas Ukrajinës, do të thotë, faza e parafillimit luftës. Kush janë autor tjerë? Tash nuk më kujtohen, po e di që ky ka skemen se si funksionon, do të thotë, si funksionon lufta hibride dhe lufta dezinformuese ruse. Qëllimi thotë është me deformu faktet, me humbë besueshmërinë të mediat kredibile në vendin target, në këtë rast Kosovë, do thotë, me humbë për shembull kredibilitetin e mediave pakta që janë që punojnë me standarde profesionale, në mesin e 250-ve ta fusish në atë kakofoni dhe ai ta humbë relativitetin. Do thotë humbja e besimit ndaj informatës së saktë ose relativizimi i informatës.